Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jam shumë e dashuruar, aktoreja e njohur turke në lidhje me moderatorin shqiptar. Prej disa ditësh në rrjetet sociale dhe mediat roz po qarkullon lajmi se aktoreja e njohur turke Sila Turkoglu, e cila është bërë e famshme me rolet e saj në serialet Amaneti dhe seriali më i fundit ku po transmetohet në Shqipëri, mund të jetë në një lidhje dashurie me moderatorin e njohur shqiptar. Burimet pranë të afërt të aktores dhe moderatorit, emri të cilit ende nuk është bërë publik zyrtarisht, bëjnë me dije se dyshja është njohur gjatë një eventi ndërkombëtar televiziv në Stamboll, ku kanë shkëmbyer kontakte dhe që atëherë janë parë disa herë bashk, si në Turqi, ashtu edhe në Shqipëri. Megjithse asnjëri prej tyre nuk ka reaguar në mënyrë zyrtare, postimet e fundit të Silës në Instagram, ku shihet në ambientet e një resorti luksoz në jug të Shqipërisë, kanë shtuar dyshimet se diçka më shumë po ndodh mes tyre. Fansat janë ndarë mes habis dhe entuziazmit, ndërsa shumë prej tyre po presin një konfirmim ose një dalje publike të çiftit të përfolur. Nëse lajmi vërtetohet, do të ishte një nga lidhjet më të bujshme ndërmjet showbizit turk dhe atij shqiptar.